Qytetarë të nderuara media. Sot shënojmë 100 ditët e para të mandatit të 5 të qeverisjes 20 vjeçare të Një Klike në Çajër. Fatkeqësisht, këto 100 ditë nuk sollën asnjë ndryshim real për qytetarët. Në këto 100 ditë pam të njëjtën dukuri që e ka shoqëruar komunën për më shumë se 20 vjet. Ndërtesa pa leje që vazhdojnë pas një kontroll, madje edhe ndërtime të reja mbi ndërtesa tashmë ilegale. Korrupsion të rënd, kapje partijake të institucioneve, nepotizëm i pa precedent, si dhe mungesë totale e iniciativës dhe përgjegjësisë. Institucionet nuk po funksionojnë më për t'ju shërbyer qytetarëve, por po sillen si zyra partije. Ne kemi kaos urban, mungesë të theksuar të higjienës publike, uzurpim të pronës shtetërore, si dhe keqpërdorim sistematik të resurseve publike. Mashtrimi është bërë në mënyrë qeverisjeje, ndërsa premtimet zgjedhore kanë mbetur vetëm në letra dhe në postime. Këto 100 ditë ishin vetëm një paralajmërim se çfarë do të ndodhë në 4 vitet e ardhshme. Vazhdimi i një rrethi të mbyllur prej 20 vitesh keq qeverisjeje, ku interesi i një grupi të vogël u vendos mbi interesin publik dhe mbi të ardhmen e Çajirit. Qytetarët e Çajirit meritojnë institucione funksionale, sundim të ligjit, zhvillim urban të rregullt, si dhe një administratë që punon për to, e jo për pasurimin e 2-3 kusherinjve. Por ne do të vazhdojmë që ta ngrejmë zërin, me fakte dhe me përgjegjësi, për të mbrojtur interesin publik, si dhe për të mbrojtur dinjitetin e qytetarëve të Çajirit. Ju faleminderit.